Përshëndetje shikues të nderuar. Jemi në emisionin Unë Kosovë, kemi ardhur në një familje skandinave, e cila familja quhet Spahio dhe vazhdojmë të takojmë banorët. Mirita Zoj. Mirita, që shenja e një mirë. Kjo është zoja e shtëpisë. Jemi dy zoja. Dy zojat e shtëpisë. Emrin shef se keni? Zylfirie, Spahio, Hanife. Ja, këto dy zojat e shtëpisë, Zylfiria dhe Hanifja, do t'na tregojnë për jetën e tyre skandinave që janë në dhe si jetojnë. Nga keni torë? Na jem dorë në pi një katunit dvitis atje, burrat na kanë ndek gjatë luftës. Jena me veç me qëto dy qikan që të shpisi shpeshin edhe veqa që nga ba pik. A keni nga kështë? Jo, vëllaj, s'po kena antarë na heq, vesh me një social, po vjen qa me bërë. Socialin për meni, po. Po vëmonu ka njerës për na jepë. E të nën e herë. Jo, la po për anojë shumë shpet. Po. Tu i kemi edhe vajzat e tyre dy zoja. Si që është? Gjithferie, Hamide. Gjithferia, shkën shkollë? E kom kry shkollën e fillore, po shkom dosh me shkrim shkollë mesme të s'kena po s'kushte. Edhe ne kom kry. Ja, edhe. Jetë me sjellur me shumë këto. Edhe ne kom kry shkollën e mesme, që të ma kushte, s'kem që me vazhdu, kena që me shkom romje, me hoja testin maturës. Shpresojmë që do kush do t'ju dalë në ndihmë familjeve skandinave që shenë edhe kjo familje Spahio, e cila vështirë ka të jetaj.